Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot po e përgatis turshin e përzier. Recetë që vërtet ja vlen të provohet, përgatitet shumë shpejt. Të gjitha llojet e turshisë i keni në këtë turshi. Le të fillojmë dhe ta përgatisim recetën. Për këtë recetë un kam këtu speca, karrota, lule lakër, domate jeshile, kastraveca. Të gjitha i kam pastruar mirë me ujë, edhe këtu i kam lanë që të kullohen. Siç po e vëreni, specave ja kam hequr bishtat edhe farat që më shumë të mund të mbushin pastaj kantën e turshisë. Këtu kemi domatet i shpojmë në disa vende që uji të mund të depërtoj më lehtë pastaj. Unë kam marrë edhe domate që janë pak më të kuqe, po edhe domate të gjelbërta. Kastravecave ja largojmë pra majen edhe bishtin. Unë do të përdor kastravecat këto që janë pak më të vegjël, po mund të përdorin edhe kastraveca që janë më të mëdhej, nuk prish punë. Kryesorja ta mbushim kantën sa më shumë me perime. Lule lakrën mundeni ta ndani në pjesë më të vogla ose ta leni kështu në pjesë të mëdha. Kjo do ta bëni sipas dëshirës suaj. Unë po e ndaj në pjesë më të vogla sepse kështu më shumë do ta mbushim kantën. Për afërsisht na nevojitet 1 kilogram lule lakër ose gjithmonë perimet ju do t'i hedhni në përkant ashtu siç i doni. Nëse doni më shumë speca, mund t'i hedhni më shumë speca, më pak domate, ose më shumë kastraveca, më pak karrota e kështu me radhë. Karrotat unë po i ndaj në pjesë të vogla, por mund t'i leni edhe në pjesë më të mëdha. Pra, ju do të veproni ashtu siç doni. Pastaj vazhdojmë edhe mbushim kantën. Të gjitha perimet duke i përzier, prej të gjithëve nga pak do t'i hedhim në kantë. Kështu veprojmë derisa ta mbushim kantën plot. Kanta është 5 litra dhe është kantë plastike. Unë do t'i mbushi 2 kanta me nga 5 litra, pra edhe pastaj do të vazhdojmë, do të përgatisim edhe lëngun e kësaj turshie. E kemi mbushur kantën plot, vazhdojmë edhe me kantën tjetër. Dhe pasi që kemi përfunduar me të dyja kantat, tani është radha që të përgatisim edhe lëngun e turshisë. Vërtet do të bëhet një turshi shumë e mirë. Për lëngun na nevojitet kryp 200 gram ose një gotë që është kështu, jo e mbushur plot. Pastaj sheqer 250 ml uthull ose 2 gota të çajit. To janë gota që i kanë nga 125 ml. Uthull e sallatës 9%, maksimum 9%. Kjo është uthulla, maksimum 9%. Tani vazhdojmë dhe hedhim edhe përbërësit e tjerë, biber të zi kokra 5 gram, dhe gjithashtu 5 litra ujë të ftohtë. Unë siç po e shikoni kam bler 5 litra ujë nga kjo kanta këtu. 5 litra ujë të ftohtë. Do t'i përziejmë pak derisa të tretet sheqeri dhe krypa. Tani vazhdojmë edhe shtojmë 5 gram vino bran, ose ndryshe janë konservues 5 gram. Këto
këto janë konservues që përdoren për konservimin e turshive dhe 5 gram pra konservans e përziejmë krejt bashk derisa të tërhetet pak krypa sheqerit dhe konservuese të gjithë bashk dhe pastaj do t'ja hedhim turshisë. Kjo është receta e turshisë që unë po e përgatis me konservues dhe do t'ju qëndroj gjatë gjithë dimrit të gjithë ata të cilët nuk kanë mundësi me përgadit në përkavanos të qelqit, pra mundeni me përgadit në përkavanos kështu të plastikës edhe ta ruani në vend të ftohtë. Lëngun që e kemi përgadit, pra do ta hedhim tek këto kontat që i kemi mbushur me perime. Kjo është recetë pra e shpejtë e përgaditjes së turshisë dhe të gjitha turshit i keni në një vend. Nëse dëshironi me përgadit turshin pa konservues, atëherë mundeni të njëjtën ta përgadisni në përkavanos të qelqit dhe pastaj t'i vakumoni. Pasi kemi mbushur të dy kontat plot, do t'i mbyllim me kapak. Kapakët do t'i shtrëngojmë fort, që mos të depërtoj ajri. Në fakt, këto konta janë shumë të përshtatshme për këtë lloj të turshisë, sepse mbyllen shumë mirë dhe nuk marrin ajër. Turshia është gati, duhet ta mbani në ambient të ftohtë dhe do të jetë e gatshme për afërsisht mbas 5 jave ose mbas 4 jave. Kjo ishte receta. Mirëmbëjtje.